shkruan Erben Çokaj. Përpjekja e Saliut për të marrë Partinë Demokratike është një përpjekje për veten e tij që të lajë veten ashtu siç di ai, të vinë në pushtet dhe me ardhjen e republikanëve në pushtet në SBA me 2024 që shpresojnë ai të paguajë miqtë e tij atje dhe ta heqë kufizimin që administrata Biden i ka dhënë, duke shpallur atë non grata. Saliu po del me 2 shqiptaro-amerikane në fushat, Bjondja Mariela Shkurta që e ndjek në secilën dalje, e cila duket se është postuar këto ditë dhe po zëvendësohet nga Floriana Garo, dhe Evi Kokalari, që po bëhet pjesë e fushatës së tij her pas here. Tani nga basha iku edhe Floriana Garo dhe u bashkua Saliut, edhe pse vjera e saj doli kundër foltoreve të Saliut. Janë disa vajza që duan pushtet dhe po e shohin të ardhmen e PD-s me Saliu në krye, dhe nuk janë vetëm ato. Në dekorin e Saliut po dalin pas shpinës së tij në secilin takim, vajza të reja e të bukura që po i japin një iluzion bukurie kësaj fushate, gjithnjë në rritje të foltoreve të Saliut. Duke se Saliu do e marr PD-n, por Lulzim Basha nuk po lëshon pe. Ai nuk po bindet të tërhiqet dhe t'ja jap vulën atij. Duhet shohim si po rrjedhin ngjarjet pasi ka zëra, që thonë se edhe Luli është në lojë dhe i ka kundërshtit e tij vetëm sa për sy e faqe, pasi kundër Saliut. Ai e di se nuk ja del dot. Në politik nuk është e lehtë të kuptohen konjunkturat, aq më tepër për politikanët e sprovuar e me përvojë. Sali Berisha ka treguar se di të marr pushtet, edhe kur ai nuk i ka numrat. Ky i bën shumë demokratë të tjerë që të besojnë tek ai. Shumë mbështetës të Saliut nuk i shohin krimet dhe arrogancën e autoritarizmin e tij, ata shohin karizmën. Saliu di të tërheq masa dhe të marr pushtet. Kjo u intereson atyre, edhe unë besoj se po nuk e ndalën. Saliu do e rrëzoj Bashën, pastaj edhe Ramën. Protesta të fuqishme të pandalshme mund të priten në pranverë nëse Saliu e merr drejtimin e PD-s tani në dhjetor. Destruktiviteti është një nga elementët kryesorë që Saliu di të përdor me mjeshtri, dhe në rëmujën e vorbullën që ai krijon, ai ka aftësinë të dalë në krye. Dikush mendon se Saliu do ndaloj SPAK, unë nuk e besoj këtë. Saliu është uragan, me mbështetjen e madhe publike që ka, ai nuk pyet për asgjë. Kur nuk mund ta ndalin hyrjen e tij në kuvend me ligjin për dekriminalizimin, atëherë do e kenë të vështirë për të mos thënë të pamundur që ta ndalin edhe në këtë përpjekje të tij për të marrë PD-n dhe për të ardhur në pushtet, ndoshta edhe me zgjedhje të parakohshme. Saliu favorizohet shumë nga vendimi i Biden për t'ia lënë Afganistanin talibanëve. Me këtë ai kupton se duhet të tregohet i fortë për ta konsideruar, pasi amerikanët njohin vetëm forcën dhe vendimin për shpalljen e tij non grata. Ai nuk e konsideron si vendim të SBA-ve kundër tij, por si vendim të sekretarit Blinken i nxitur nga qarqet të lidhura me Soros. Prandaj ai po bashkëpunon me njerëz të fushatës së Trump dhe po frymëzohet nga sjellja politike e presidentit Trump. Po mundohet të bëjë një lojë trumpiste në Shqipëri me shpresën që po erdhën republikanët në pushtet. Ky të marrë mbështetjen e duhur prej tyre, mundet të jetë një ëndër në beze, por ky po shpreson ashtu. Të shohim si po i del. Nëse Rama ka ndikuar me miqtë e tij amerikan, George Soros e tjerë, në vendimin për shpalljen e Saliut non grata, ai ka nxitur një kancer. E ka aktivizuar Saliun që të ngrihet e të luftojë për jetë vdekje, për të pastruar fytyrën e tij. Dhe nëse Saliu ka sukses derisa ta rrëzojë Ramën me shpurën e ministrave të tij nga pushteti, gjë që është e mundur, kjo do t'rregojë se Rama nuk është treguar fort i zgjuar me këtë që ka bërë. Por nëse PD çahet dhe opozita do psohet dhe humb fuqinë, duke humbur edhe zgjedhjet e 2025-s, atë Rama merr mandatin e 4 dhe ky duket ka qenë edhe synimi i tij, për çahet sundo. Rama e ka treguar veten të zgjuar përballë kundërshtarëve të tij politik dhe ka marrë pushtet absolut në Shqipëri. E kjo i ka dhënë atij edhe një farë vetkënaqësie të lishme, por si i thon shkodranët, të hyjt vet janë qef. Un kam frikë të një bumerang, nëse Saliu nuk ndalet, nëse nuk gjendet rruga për ta ndalë fuqinë e tij shkatruese. A kemi ne si shtet fuqi për ta bërë këtë, për të ndalur Saliun? Kjo mbetet për të parë në ditët dhe muajt në vijim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.